Selam aleikum hoq. Nëse neve jemi duke marrë abdes dhe i lajmë gjymtyrët më shumë se 3 herë, a është të vërtetë se prishet abdesi? Aleikum selam wa rahmatullah. Dietarët për këtë meselë janë ndarë në dy mendime. Mendimi i parë është mendimi i xhumhurit shumicës dietarëve ku kanë thënë se nëse njeriu gjatë abdesit i lan gjymtyrët më shumë se 3 herë, abdesi i këtij personi është në rregull, mirë po e ka vepruar një rrugë e cila nuk është në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po abdesi është në rregull, mund ta falë namazin me këtë abdes. Ndërsa pala e dytë e dietarëve, që është Imam Deramiu, që transmetohet në El Istidhkar, ku thotë se nëse njeriu i lan gjatë abdesit gjymtyrët më shumë se 3 herë, abdesi i këtij personi prishet, por arsye se ka vepruar një gjë të cilën nuk e ka vepruar profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe çdo gjë e cila nuk lejohet të shtohet gjatë namazit, nuk lejohet të shtohet edhe gjatë abdesit. Allah ibn Bareku, Allahu mëshiroft, kur u pyet për këtë çështje ka thonë se më shumë se 3 herë ai që i lan gjymtyrët, vetëm se thotë ai ka kundërshtuar rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, kur është shpitur në librin e tij El-Mesel për këtë meselë, ka thënë se nëse personi i lan gjymtyrët të trupit më shumë se 3 herë, ai vetëm se është sprovuar. Imam Nehakihu, Allahu mëshiroft, thotë nëse një person i lan më shumë se 3 herë gjymtyrët e trupit, nuk ka mëkat, mirë po nuk ka vepruar sipas rrugës të cilën e ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam. Sikur të ishte gjë e mirë, atëherë do ta vepronte profeti sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët do ta transmetonin tek ne dhe do të na tregonin. Për atë si e cekëm se dietarët e ndanë në dy mendime, mendimi më i saktë është se abdesi nuk prishet, mirë po nuk është e preferuar të bëhet më shumë se 3 herë. Allahu e di më së miri.